shojmë edhe mrapa. Edhe këtu i ka sedilet i ka me ngroje, vazhdo kjo pjesa me qepje, shumë e bukur, edhe alkantara pjesa tjetër. Mrapa ka klim individuale, panoramike edhe këtu. Ka pas i gjotë gëtëja, se kjo është Burmeister, po nuk është 3D Burmeister. Edhe shumica, që i shef edhe 63-shet, nuk kanë atë boxing të lartë që tjetë 3D Burmeisteri. Për hapësirë nuk është keq fare, po edhe super hapësirë të modhe s'ka, që është sportive, kupe me 4 dyrë. Për 2 veta është mirë këtu, po nuk është me zore ullë edhe i tjetër të në mes, se ka drut ndame. Të ka polderat isoj që kanë këto bencat e tjerë. Normal kjo nuk është bo për komfort shumë të madhë, po për 4 veta pra për hatë rinjë këtu, është makine mirë. Nuk është keq, nuk vu fort edhe 4 veta këtu. Ta shofim edhe bagazhin. Që është ndryshe nga pritshmërit, ka gjithat ven, ka gëgja hapësirë tash e ka i qik lartë këtë pjesën për të fut gjonat, po këtu ke hapësirë sa të dush, i shtrinë e sedilet mrapa, edhe ke hapësirë gëgja. Tu ka këtë wooferin e Burmeisterit, që edhe praktike është, që se duhet edhe praktike, kjo ka edhe prakticitet.